Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetaria e Kuvendit e Shqipërisë kërkoi që Kosova të pranohet në Këshillin e Evropës. Në konferencën e kryetarëve të parlamenteve të vendeve anëtare, Elisa Speropali kujtoi Këshillit se nuk është i plot në mungesën e shtetit më të ri të Europës, Kosovës. Vështirë të gjendet një shtet tjetër që pas 26 vitesh të ri dhe 17 vitesh pavarësi të ketë ndërtuar një demokraci veprante si Kosova. Prandaj, pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës që gëzon mbështetjen e Asamblesë Parlamentare është kërkesa më e rëndësishme e kryetares së Parlamentit të Shqipërisë ndaj kësaj konference. Krahas asaj, në emër të Shqipërisë, Spiropali konfirmoi mbështetjen për Ukrainën. Demokracitë në vendet tona nuk mund të lulëzojnë në mënyrë të qëndrueshme ndërkohë që sulmohen liria, sovraniteti dhe integriteti i kombeve. Prandaj, mbështetja jonë e palëkundur për Ukrainën kundër agresionit të Rusisë nuk është vetëm një kontribut për paqen e sigurinë, por edhe për mbrojtjen e vlerave dhe sistemin demokratik në vendet tona. Dhomat e specializuara të Kosovës e kanë konfirmuar se kanë pranuar një korrespondencë nga Ministria e Drejtësisë për rastin e moslimit të Hashim Thaçit për të marrë pjesë në varrimin e babait të tij. Zyra për mediat e speciales nuk ka dhënë detaje për përmbajtjen e letrës. Konfirmojmë se dhomat e specializuara kanë marrë korrespondencë nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës për këtë çështje. Nuk japin detaje mbi korrespondencën tonë nëse nuk bëhet pjesë e një dosje publike, thuhet në përgjigje. Ministri e Drejtësisë e Kosovës, Albulena Haxhiu, kishte paralajmëruar sot të shkruaj kryetares së gjykatës speciale për të lejuar ish presidentin Hashim Thaçin në ceremoninë martore të babait të tij. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Serbia paralajmëron përfshirjen edhe të Bullgarisë në aleancën ushtarake ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Kryeministri serb në largim Miloš Vučević sugjeroi se një veprim i tillë do të përbënte rreziqe të mëtejshme për Serbinë. Ai vuri në dukje se vendet e përfshira, Kroacia, Shqipëria dhe Bullgaria, janë të gjitha fqinjet e Serbisë dhe ai vuri në pikpyetje synimet e vërteta pas kësaj marrëveshjeje të re ushtarake. Sipas tij, aleanca mund të destabilizojë rajonin, veçanërisht me zgjerimin e saj të mundshëm për të përfshirë Bullgarinë. Moska paralajmëron Varshavën të mos testoj në praktik aftësitë të mbrojtësve të Rusisë dhe Bielorusisë. Reagimi erdhi nga ambasadori rus në Bielorusi Boris Gryzlov. Ai nënvizoi se në një takim në Moskë më 13 mars, presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti bielorus Aleksandr Lukashenko shkëmbyen instrumentet e ratifikimit në lidhje me marrëveshje për garancitë e sigurisë brenda shtetit federal. Ambasadori theksoi se as Rusia dhe as Bielorusia nuk po ndërmarrin apo planifikojnë të ndërmarrin ndonjë veprim ndaj Polonisë, që mund të interpretohet si një kërcënim ushtarak. Zëvendës ministri polak i mbrojtjes Paweł Bejda tha më parë se autoritetet planifikojnë të përdorin mina kundër personit në linjën e fortifikimeve të mbrojtjes mbrojtja lindore, e cila kalon përgjatë kufirit me Rusinë dhe Bielorusinë. Bashkimi Evropian përjashton kompanitë amerikane nga përfitimet në shpenzimet e mbrojtjes. Unioni synon të ndërtojë një kompleks ushtarako-industrial me synim për të frenuar Rusinë dhe për t'i dhënë fund varësisë nga Amerika. Jashtë planeve për tani ka mbetur edhe Britania e Madhe. Ne duhet të blejmë më shumë europiane sepse kjo do të thotë forcimi i bazës teknologjike dhe industriale të mbrojtjes europiane, tha presidentja Ursula von der Leyen duke shpallur programin e përgatitjes 2030. Në një përpjekje për të forcuar lidhjet me aleatët, Brukseli ka përfshirë në programe vende të tilla si Korea e Jugut dhe Japonia si të shoqata europiane e tregtisë së lirë EFTA. Në fund të vitit, Europa mund të shpenzojë deri në 800 miliardë euro për mbrojtjen. Në vitet e fundit, rreth 2/3 e urdhrave të mbrojtjes të Bashkimit Evropian u kanë shkuar kompanive amerikane të mbrojtjes. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.